Ne jemi në fazën e tretë të zhvillimit tonë, të fazës gjithëpërfshirëse të vazhdimësisë në ngritjet kapaciteteve, dhe kjo faza e tretë përfshin këtë sektorin e mbrojtjes, domethënë aviacionit. A nuk keni ndonjë datë kështu? Po shikon, përfundimisht me janar të 2029 përfundon fazë, domethënë ne dalim si ushtrim me kapacitete, dhe ajo fazë do të na gjejë me këtë kapacitet, do të na gjejë me këtë pajisje, dhe ne ka kohë që jemi duke biseduar dhe është punu në këtë drejtim. Ne kemi pas edhe pilot që kemi shkolluar në vendet të ndryshme të akademive të NATO-s, dhe jemi duke u përgatitur për këtë kapacitet të mbrojtjes dhe të nevojës së domosdoshme. Helikopterët janë nevojë edhe për jetën civile dhe për afrimin e ndihmave të shumta emergjente, po i vinë mjekësisë, i vinë bujqësisë, i vinë policisë, si një mjet edhe transporti edhe intervenimi. Për shembull, ne shpesh kemi edhe nevojë për të pasur intervenime të shumta nga zjarret, nga forma të ndryshme të emergjencave, por mbi të gjitha edhe në doktrinat tonë, në konceptin, planit të gjithë zhvillimor të ushtrisë, është edhe aviacioni ose njësia e helikopterëve, e cila gradualisht shpresojmë dhe besojmë deri në plotësimin e kapaciteteve tona do ta kemi edhe si aset. Teksa flasim